pa frikë se dikur do t'i largoj punëtorët nga puna edhe pse kanë fituar të tjerë. Provokove një koment dhe një pyetje. Sot komenti do të ishte sensi qytetarisë që dëshmojnë politikanët kosovar në zgjedhje, kurse pyetja do të ishte tha ndryshimin e konstelacionit politik në Kosovë qeverisë, do të përbërjes së qeverisë. A do të thotë kjo që nuk do të bëni qeveri gjërë, a mund të ndash me neve se si shkojnë bisedimet e koalicionit për qeverinë e re në Kosovë? A do të jetë edhe këja pjesë, a do të jetë qeveri e gjërë, apo? Kosova do të ketë një qeveri që ndryshe. Kjo mëse është sigurt. Kosova do të ketë një qeveri që ketë një cilësi dhe një kvalitet tjetër. Kosova nuk do të ketë kryeministër konsenzusit në kuptimin e konjunkturave. Ose tash që Kosova do të ketë një kryeministër i cili është i votuar dhe më votuar në vend. Lideri politik, ka një fuqi politike, dhe thjesht kjo vjen që ne të kemi një qeveri shumë më të stabile, me një legitimitet plot politik, legalitet, dhe një qeveri e cila praktikisht do të ndryshoj komplet nga qeveri që kanë qenë deri më tani, deri në këtë kohë pas luftës. Se si do të bëhet qeverisja, sido që tjetë, ne kemi fituar zgjedhje me një program dhe partnerët tanë që do të jenë pjesë e koalicionit e këtë gjë e dinë, ne kemi vënë qartë që koncepti shtylla e qeverisë tonë do të jetë programi ynë me cilin kemi fituar zgjedhjet. A do të jetë Lidhja Demokratike apo do të jetë ndonjë parti tjetër që mbetet të shihet, ne ende s'kemi vendosur, por mund të siguroj që Kosova do të ketë një qeveri ndryshe sepse në emër të ndryshimeve ne kemi fituar.